Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat këtë të martë në 12 maj deklaroi se qeveria po pengon kompanitë europiane të marrin pjesë dhe të fitojnë tendera publik në Shqipëri, duke cilësuar këtë si një shkelje të rëndë të marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Mafia shqiptare, qeveritare shqiptare, në ligjin e mafjes dhe jo ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar, nuk lejon asnjë kompani europiane të fitojë qoftë dhe një tender në Shqipëri. Narko-qeveria Rama është rasti vetëm ku në listën e kontraktorëve për tendera me vlera të konsiderueshme nuk ka asnjë fitues kompani nga vendet e Bashkimit Evropian apo kompani prestigjioze. Forbidden. Kjo është një shkelje e rëndë e marrëveshjes stabilizim asocimit. Berisha u ndalte raportet e organizatës Open Tender EU, ku sipas tij evidentohet mungesa e transparencës në prokurimet publike dhe përjashtimi i kompanive prestigjioze europiane nga gara shtetërore në vend. Berisha deklaroi se është i bindur se ecuria drejt Bashkimit Evropian po has vështirësi serioze dhe arsyeja për të disatën herë, thot ai, është tek dosja Balluku. Shqipërisë që për të ishte frontrunner në procesin e integrimit përjashtonte të gjitha kompanitë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me një diskriminim kriminal dhe me pasoja shumë të rënda për qytetarët shqiptar. Sepse ja ku janë punimet e kompanive të klientelës.